Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni me selamu aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Pasha mëshira, begatit e Zotit qofshin me ju kudo që jeni. Jemi përsëri me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Avollin në emisionin ton javor që kemi këtu realizojmë faktikisht në studiot e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Çdo të ajte pra nga ora 17 jemi direkt dhe emisionet të tëra kemi realizuar me profesorin e nderuar që faktikisht këto emisionet e fundit ka sqaruar rreth burimeve syneti si burim i fikut Hanefi, por me theks veçantë tek hadithi ahad. Pra kemi pas emisione serike që profesori i nderuar ju ka qas në mënyrë shkencore si që qaset këtyre emisioneve dhe shkencës me cilën është edhe profilizuar dhe me cilën dhe ka studiuar profesori i nderuar, kështu që sot më shumë do të miremi me hadithin mursel. Profesor, mirë se ke ardhur në emisionin e ri sot, por para se të kalojmë te hadithi mursel, një rikujtim për pranimin ose kushtet e pranimit të hadithit ahad tek hanefinjet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa man walahu ila yawmiddin wa ba'd. Po neve kemi përmend në trajtesat e fundit, në disa prej tyre, kriteret që dietarët e mëdhëbit ton i kanë venduar për pranimin e hadithit ahad. Ajo që kemi dashur me thonë me këtë është se neve në mënyrë pak më shkencore duhet të njohum disa po i thon prej pseudo teorive të cilat janë përhap në mos të gjerë tek muslimanët andekon botës, për kur këta po thon kultura e të lexuarit në shkencat islame për shkak të rrethonave politike, shoqërore të tjera që kanë kaluar shoqëritë muslimane, nuk kanë shumë dioni islame. Për ata këtë zbrastir e kanë shfrytzuar çarçe të caktuara dhe praktikisht kanë dalë shumë dhona të cilat sikur me kon ato të vërteta, me kon ato të padiskutueshme dhe me kon ato censura pa diskutuar të muslimanët. I kam janë të pranueshme dhe pikë të tjera. Në realitet shumë prej atyre rregullave edhe parimeve edhe çështjeve që na janë lancuar tek shoqëritë muslimane andekon botës, praktikisht e shohim kanë njerëz që jo ato janë vetëm rregulla mendime të një grupi të caktuar të dietarëve që shpesh herë janë pakica e jo shumica. Po tjetra është se trajtesa e çështjeve që i kemi marrë ka qenë synimi i saj që me sqarue se refuzimi i rivajetit caktuar që po e quajmë hadith prej haditheve të vetmuara ahad nuk është bo shkeleshko prej dietarëve të mëdhëbit Hanefi, mirë po ka pas arsye të madhe të fortë me cilën hadithet e caktuara janë refuzuar. Për ata kanë pas si kriter hadithi i vetmuar nuk guxon, nuk ka forcë, nuk ka kapacitet të takot forcë me e kundërshtuar Kur'anin. Sigurisht. Për ata çdo hadith që bën ndesh me Kur'anin është ahad, bie praktikisht konsiderohet i dopt ose që ka në gabim dhe në gjitha format refuzohet si tillë. Pastaj kemi thonë hadithi që kundërshton hadithin mutawatir, hadithi ahad kur e kundërshton mutawatiri është hadithi formës së prerë, besueshmëri, ahadi nuk është i tillë, pra ata nuk ka forcë gjithashtu me kundërshtuar se hadithin mutawatir as hadithin mashhur. Terme këto të cilat neve në të kaluarën i kemi përbën, po sot është vetëm rikujtime se kemi ndërmend me dhënë detale. Gjithashtu kemi thonë që prej dobësive që është konsideruar si kriter për mos pranimin ose për refuzimin e hadithit të vetmuar të Hanefit është kon kur vetë transmetuesi i hadithit nuk punon sipas hadithit, ose kur hadithi, tematika e hadithit të vetmuar është tematik që është që ndodh shumë shpesh, është tematik problematik që ndodh muslimanëve gjatë gjithë ditës dhe është e domosdoshme në jetën e tyre që të ketë vendim, vjen një hadith i vetmuar dhe atë çështje se din kërkush tjetër përveç se një rrugë të vetmuar ose një personi një transmetuesi dhe kjo është gjithashtu pe çështjeve të dyshimta dhe nëse është si e tillë praktikisht Hanefit zakonisht nuk e kanë pranuar. Gjithashtu kur hadithi ka ardhur ndesh me ixhmojin e dietarëve, përsëri do të jenë këto disa prej kritereve që i kemi përmend të detalizuara dhe tjera parafërsisht janë edhe të kriteret të cilat kush kthehet në trajtesa të kaluara e gjon të detalizuara.
Po, nëse do të kalojmë, që thatë të do të një në hadithin mursel, dhe krejt këto kritere që vlejnë të hadithi ahadit, kur e kemi parasysh se hadithi mursel është njëni prej, gjithashtu është hadith ahad, po me specifikat caktuara që do të sqarohen në vazhdim, edhe ky do të jetë pjesë edhe ose kemi pas të arsyeshëm që të jetë vazhdimsi emisioneve që do të trajtojnë. Për shkak se edhe ky hadithi mursel është njëri prej kategorive të hadithit që është shkak i divergjencave në mes juristëve islam, edhe aty në shumë, dhe gjithashtu kemi numër shumë të madh të haditheve mursel të kësaj kategorie. Përderisa hadithet mbas kritereve që i kanë parapo Hanefit për refuzimin e ahadit, numri i haditheve që janë refuzuar duke u mbështetur në ato kritere është shumë i vogël. Bile krejt librat që i kanë kundërshtuar Hanefit në këto kritere i përmendin njëjtë shembull. Do thotë shpeshherë kemi 10 kritere, kemi 10 hadithe, po 20 hadithe nuk i gjojnë si shembull, ku Hanefit edhe pse disa prej tyre nuk i plotësojnë kushtet, që shtohen ata, se Hanefit kanë kundërshtuar tani edhe për sene të tjera, sepse ka pas edhe kundër argument drejt për zejt hadith, po praktikisht shembujt janë të njëjtit. Ndërsa Hanefit e pranojnë murselin, dhe ata që se kanë pranuar, që janë ata që na kanë kritikuar për mëdhëbeve të tjera, te kriteret që kemi venduar për pranimin e hadithit ahad, e refuzojnë murselin. Sidomos shkolla e muhadithinëve refuzojnë ndër që konsiderojnë hadith të papranueshëm, me gjithatë do të ka dallime që do t'i përmendëm, se s'është përgjithësuar edhe këtë vendim është i pavan, që zakonisht po përgjithësohet në literaturën tona, dhe jo në literaturën tona, po dhe në literaturën që po botohet në botën arabe. Do të më përjashtim pak librave shkencore, tamam që i dhon natyrë dhe ngjyrë shkencore e librit, dhe shije shkencore, dhe gjithëherë përgjithësohen gjërat dhe dalin gjithëherë është bot trend tash. Kështu shumica e dietarëve. Asnjë se përmend. Ose përmend 1-2 dhe shumica e dietarëve. Dhe kanë herë po shpeshherë po thon prej xhamatlive çka puna filon hoxha për këtë çështje tha jo ose ndaluame dhe kështu mendojnë filoni dhe shumica e dietarëve e një tjetër tha e lejuame dhe kështu mendon filoni dhe shumica e dietarëve. Dhe të shumicën e dietarëve kemi lënë praktikisht se gum rezervë dhe përshfrytëzojmë vazhdimisht që kjo është më pak shkencor. Shkencor do të trajtohet çështja pak më thellë. Çfarë deshta më thonë me këtë? Deshta më thonë që Hanefit masi kanë pranuar murselin, hadithi mursel është dokomon 20 hadithe që i kemi refuzuar në emën të kritereve. Se është njëjtë sikur me refuzuar 20 hadithe në emën të kritereve të hadit me siguruar që ai hadith është thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur refuzimi i të tjerëve i muhadithinëve dhe shafive pjesërisht dhe hambelive pjesërisht me refuzuar hadithin mursel që tash është më mira. Nësë po flasëm për ata, po, thëtë djetari i shuar muhadithi i madh, faqih i madh, Mullah Ali al-Qari al-Harawi, rahimahullahu ta'ala, thëtë ai që mohon murselin, veç që ka mohu gati gjysmën e sunetit. Për ata hadithe mursel ka ma shumë se një djetar që ka shkruar libra, shembull autori i Ebu Davudi që është autori njënit pej 6 koleksioneve të shuara të hadithit e ka një libër me emrin El Marasil, në të cilën i ka grumbulluar hadithet që janë të kësaj kategorie e që vetëm këtë libër janë 544 hadithe. Ka libra të tjera përveç saj, Ibn Abi Hatim Ar-Razi ka shkruar gjithashtu libër me të njëjtin emrin El Marasil, ka shkruar Khatib al-Baghdadi ka libër rreth kësaj çështje, e konsiderojnë Jamiu Tahsil li ahkam al-marasil i Hafidh al-Aid njëri prej librave më të shuara në këtë rreth kësaj çështje, e libra të shumta që e kanë tematikë të çështjes. Për ata refuzimi i hadithit mursel tërheq me vete refuzimin e një madhe në një pjesë të madhe të sunetit ose haditheve të pejgamberit. Megjithatë para se të hyjmë tek hadith mursel duhet një shalem për shikues, me qenë se për herë të parë tash po i çasemi në mënyrë precize dhe shkencore hadith mursel, profesor, kuptimi i hadithit mursel gjuhësor dhe terminologjik që më kanë më të njoftuar edhe shikues rreth kësaj kategorie. Fjala mursel pej el-irsal në gjuhën arabe, kuptimi etimologjik gjuhësor i fjalës, vjen me kuptimin i lëshuar
i zgjidhur, i neglizhuar, i dërguar. Kjo kuptimi gjuhësor i fjalës. Ndërsa në kuptimin terminologjik të fjalës, zakonisht dietarët e hadithit përkufizojnë, do të përkufizime pe më të ndryshmeve, se ka shumë. Sigurisht. Po, se këta po thonë, si po thonë ka thonë muhadithin, ka thonë filani pe muhadithin në bashkëkor, kujtojnë që s'ka divergjenca shumë të mëdha në mes dietarëve të hadithit rreth përkufizimeve të shumicës, më thon gati të gjitha çështjeve që i kanë trajtuar në shkencat e hadithit. Për tyre është definicioni për hadithin mursal. Mbisundon mendimi se definimi i këtij hadith mursal është kur praktikisht tabiiu e ngrit hadithin te pejgamberi alayhis salam pa përmend sahabiun. Do të kur dietari me thjesht e mundshme për më kuptuar për gjithë. Po, kuptojnë të gjithë. Do të praktikisht kur dietari, pe dietarëve që kanë shkruar libra të hadithit, si Abu Davudi, ose Imam Muslimi, ose të tjerë, e përmend rrugën e transmetimit pej vetit. Filani. Kur mbrinte tabiu, për shembull, Said ibn Musayyib, Saidi tash është pej tabiin, nuk është pej sahabëve. Nuk e përmend sahabiun pej kujt e ka transmetuar, po të drejt ka thonë pejgamberi alayhis salam. Do të kështu kemi ka shkputje, do të shkputja në këtë rast te muhadithin, shkputje kemi shkputje te hallka e parë ta quaj atje, senedit. Ose nëse fillimin e themi prej autorit, atëherë është hallka e fundit, po. E fundit që ndërlidh senedin, rrugën e transmetimit ose zinxhirin e transmetuesve me pejgamberin alayhis salam. Po tani divergjencat që i përmendëm, ka divergjenca për arsye se ka prej dietarëve të hadithit që thonë fjala është veç për tabiun e madh, jo për tabiun e vogël. Po, tash. Po, se tash ka pi tabiun e vegjël, do të që kanë ndaj është fjalë që ata janë më të njohur, më të dishur, më të afërt. Po, është te mosha më shumë. Te mosha. Po se te dia kërkohet të gjithë. E qartë. Po, mirë po te mosha. Për shembull, ai i cili ka lind dhe shumica e sahabëve kanë qenë gjallë. Kanë zonë shumicën. Dikush ka lind më vonë tash, edhe shumicën e sahabëve si kanë zonë. Ose e kanë zonë dikon po duke qenë shumë i vogël. Sikur Imam Abu Hanifja. Imam Abu Hanifja kanë rri 5, 6 ose 7 sipas transmetime pej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, po në moshë ka qenë i vogël. Tash mundem edhe të konsiderojmë pe tabiinëve, ton pe është pe tabiinëve të vegjël, po. Këtë aspekt, po këtë aspekt për arsye se ky është dallimi mes për ata ka prej dietarëve të hadithit që kur përmendin për kufizimin e hadithit mursal, çka thon fjala është për tabiun e madh. Ai që ka mri shumicën e sahabëve, po pejgamberi se ka mri. Tash është gjenerata e dytë sepse se ka mri pejgamberi sa. Po i ka mri ata që kanë mri pejgamberin që gjenerata e parë se sahab, dhe i tillë quhet sahabi i madh, i shuar. Po, tabi i madh. Po. Normalisht kjo është njëra prej kjo është definicioni i muhadithinëve. Ndërsa definicioni i fukahave dhe i usulinëve dallon prej këtij është jo shkputja në fillim, po në realitet të shumica e dietarëve, sidomos të usulinit të mëdhëve ton, është çdo shkputje në sened. Kështu që rregulli i përgjithshëm. Po, rregulli i përgjithshëm do çdo shkputje kur transmetuesi e fshin njërin prej transmetuesve para tina, qoftë ai sahabiu, dikush mund të thonë, e çush sahabiu e ka fshi sahabiun. Po, se sahabët nuk kanë transmetuar çdo hadith që transmetojnë drejt për zëjti pe pejgamberit. Pe pejgamberit alayhis salam. Për ata kur ti përmendëm llojet e tash hadithit mursal, do të përmendëm ka vënë atje për muzero pak më. Për pak më shumë. Po na jem tash veç definicioni, po mundom i definuar. Mirë, te dietarët është çdo shkputje në rrugë të transmetimit quhet mursal. Te dietarët e fikut, edhe të hanefit, edhe të dietarët e usulit fikut zakonisht, kjo është, po mirë, po këtë formë nuk e kam këtë definicion, nuk e kanë vetëm hanefit, po shumica e juristëve islam pej mëdhëbeve të tjera dhe një pjesë e dietarëve të hadithit. Për ata na përmendëm parë librin El Marasil të Abu Davudit, kush e lexon hadithin që ai ja kanë gjetur emrin vet, është hadithi më i madh, më i madh të gjitha kohërave. Është një prej gjashtës të madhe. Po, e shohim që në librin e tij El Marasil nuk është parim ai që e kanë definuar dietarët e hadithit.
po parim është ose definicioni I bie tamam definicioni që kanë dhënë dietarët e mëdhej tonë sepse ka shkputje në fillim, ka shkputje në mes, ka shkputje edhe në krye të rrugës së transmetimit, kështu që praktikisht shumë që në praktik ka jo pak për dietarëve të mëhershëm, të cilët e kanë konsideruar çdo shkputje irsal ose çdo hadith që rrugën e transmetimit e ka bësh shkputjen te e quajnë mursal. Për ata ne kur të përmenum mendimet e dietarëve, tash e tutje do të mundohem pak me sqarue edhe do ta kem parasysh se mendimet e dietarëve kanë të bëjnë më shumë me dytën, kur fjalat e juristëve islam, ndërsa te muhadithin më shumë ka të bëj kur të mendimi I tyre pranohet ose s'pranohet ka të bëj me definicionin e parë. E qartë. Profesor, po këta transmetues cilët mundet me kon më të njohur të që janë me irsal që janë merr më shumë ose që llogaritën në ombrellën e këtij hadithi që dallohen si transmetues. Mendoj që tash ndoshta është pak e rrezikshme ose tepër pak tepër trima nëse e përgjithsojmë mendimin, po s'ka asnjë dietar I madh për dietarëve që nuk ka përdorur sa, nuk ka përdorur shkputje. Po dietarët e hadithit tash kur I kanë veçuar me emra, kanë veçuar do që janë kënd të njohur. Që I bie sa ke vet sa ka treguar rrugën e transmetimit që transmeton hadithe se ka un pejgamber sikur sot. Kur thot dikush a keni Shej Albani, a keni erdhë domethën hoxha çfarë është mendimi a prish avdesin që kjo çështje, a keni të thonë që këtë hadithe transmetoi pe filonit, jo, vetëm ka un pejgamberi e transmeton Buhariu ose Ebu Davudi ose Muslimi dhe hadithi është sahih ose daif. Praktikisht s'ka rrugë transmetimit, bile kopë I dietarëve që e kanë popër të mëdha, Shej Albanit kur I ka botuar 4 sunenet, dhe I ka ndonë në sahih edhe në daif. Dhe I ka fshi krejt rrugët e transmetimit. Hadithi mbaret për rrugës e transmetimit. Fshirja e rrugës e transmetimit dhe vlerësimi është mendimi yti. Këtë rast është mendimi I Albanit. Sepse për shumë ka hadithe në 4 sunenet që dietarët e hadithit nuk e ndihmojnë se nuk e përkrojnë mendimin e tij. Tash përderisa kështu na çka kemi bëu, e kemi hiq ato që mbos tina mundu me dita kemi me vën vlerësimin ajo, se më ktheu në libra të transmetues me po transmetuesit janë që shpëtuat ajo. Dhe e kemi hub mundsinë për me kontrollu hadithin dhe e kemi vlerësuar. Por ata kanë thonë është shumë pa vend. Është pa vend hiqja e rrugës së transmetimit. Një libër që mungojnë referenca, që nuk e din. Po, praktikisht kameti mos të I mangët ose bom sunet. Kjo është gjë nuk është me ajo që është bë, po them që nuk është konsideruar me vena, po më rëshë ajo. Se muhadithi kur e përmend edhe hadithin e dopt ka arsye pse e ka përmend. Po nëse për ata nuk mundem me thonë na valla këtë hadith do të shkon të fshim atje rrugën e transmetimit dopt, edhe kush e lexon tash dopt, çka kena bu, për shembull, Sunen I Tirmidhiut. E kena bu sahihi I Sunen I Tirmidhiut. I kanë veçuar veç hadithe që janë marrë mendja Shej Albanit që janë sahiha. Dhe I ka veçuar tjerat daif Sunen E Tirmidhiut. Dhe ka hadithet e dobta në Tirmidhi dhe të rajshme se, po, sipas tina ka hadithe të rajshme në Tirmidhi. I ka bënë në një libër. Tash unë si lexues I thjesht, që se kam specializim këtë çështje, çfarë bëj them, këtu dobta çam I marr. Se lexoj heq apo më ajo. E lexoj vetëm që është hadith sahih. Që është pa vë. Është pa vend, që në aspektin shkencor nuk qëndron. Na mundu me arsyetuar, më thon valla për me lexuar për lexues, po na ajo keni lexuar me një rrugën edhe me dhëbin tëm. Jo qëndrimin e tjerëve, sepse ja kemi pamundsuar me në bazë të hadithit ose të koleksionit të hadithit caktuar që ata me pas mundësi me shku edhe tjetër ka. Ndërsa sa I përket dietarëve të shuar që praktikisht e janë të shuar me irsal. Dallohen me shkputje po. Bona me përmend për dietarëve të shuar të tabiinëve. Tash me përmend tabiin të mëdhaj. Që janë njohur për këtë çështje. Pe banorët Medinës është Said ibn Musayyibi ose Musayyibi.
është njëri prej dietarëve më të mëdhenj, po, është prej dietarëve të Medinës, ka vdekur në vitin 94 Hijri. Po. Ka vdekur në vitin 90, ka vdekur në shekullin e parë Hijri. E qartë. Na flasëm do të këndon shumicën dërmuese të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prej tyre, prej dietarëve të shuar të Mekës që është njoft me irsal, është Ata ibn Abi Rabah, prej dietarëve të Egjiptit është Said ibn Abi Hilal, prej dietarëve të Shamit është Makhul ad-Dimashqi, rahimahullahu ta'ala, prej dietarëve të Basrës është Hasan al-Basriu, dhe prej dietarëve të Kufës është Ibrahim an-Nakhai. Do të këta janë tash po morëm çdo qytet qendër të mëdha, të atëhershëm që ka pasur dietar, edhe është njohur te dietarët e hadithit që kethirul irsal, që do thot praktikisht është pe atyre që shpesh e ka përdor metodologjinë e irsalit, do të nuk e ka përdor transmetuesit në mesditet e tij. Po me çan se kom kaq njohur edhe do të ta bit vaj, sigurisht një fjalë popullore që Yukahia, dhe me një fjalë. Yukahia tash do të shohim çfarë thonë dietarët më vonë, se po do të thotë kanë thonë muhadithin kanë thonë që ka posie. Po sigurisht ata kanë rregullat strikte tyre që shpesh herë rregullat kanë bëu që plot hadithe me dal pe lojëse që në realitet janë obligative të pranohet të aplikueshme, duhet të punohet sipas tyre. Po kanë qenë rregullat dikur i kanë shëntnjuar të mëvorshmit. Po vërshë dhe u kry muhabeti. Sigur tash të mëvorshmit hadithi si tash mursal hiç seksyrin. Hadithi mursal krejt çdo libër që merr prej muhadithinëve, e sidomos të mëvorshmëve, është thotë hadithi dob se është filoni se ka taku filon, është mursal. E qartë. Do të praktikisht këto ato libra që janë bëtu kohën e fundit tek neve, kur të them hadithi daif i dobt është për shkak se njëri prej shkaqeve kryesore është sepse është hadith mursal që do të ka shkputje në rrugën e transmetimit të tij, edhe pa marrë parasysh a është mursal sipas muhadithinëve që është shkputja në fillim, ose nëse marrim piknisjen pej dietarit që ka shkruar hadithin funi i senedit, që është sahabiu, ose prej disave që thonë sahabiu dhe tabiiu, edhe prej tjere që thonë çdo shkputje në senet. Ta janë dietarë më të shuar që kush do më marr, do të jenë emra të mëdha që kanë lënë nom në botën islame dhe janë si yjet. Shkenca islame gjithë zonë përmes tyre emrave. Zotë më shëroftë inshallah. Profesor, cilat janë kategoritë ose llojet e hadithit? Kisha pasur para se me kalu te kategoritë me kanë nisham, me po ç'është doket me hadith. Edhe më mirë. Po. Për shembull, hadithi që transmeton Imam Muslimi. Në sajti Imam Muslimit, kush don me gjetë hadithin me numra, është hadithi 1542. Po. Imam Muslimi e transmeton me rrugë të transmetimit të tij të plot deri te Said ibn Musayyibi. Përmend faktikisht nga Medina, pak më herët, i cili thot anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana. Al-muzabana. Naha anil muzabana. Muzabana është lloj shitblerje që e ka ndaluar pejgamberi. E ka ndaluar pejgamberi alayhi sallam. Fjala është për shitjen, ka nevojë dikush për dreth ose atëherë për hurme. Edhe këton që to hurmet çajkie, që kjo hurmja jeme për afërsisht që ato ishet. Për merë hurmet qëtash, në amën të qmimit, në amën të modlit, nësha qmimin, hurmet e veta, jep kur të mbledhen, kur të vjelen në periudën kur vjelen hurmet. Tash, ame që to, sa jenë sedim, dhe sa që të sikur të na, apo më jep çdo 50 kg mulla, ose çdo mulla që të gjen çdo, se çdo trupat e mi që 3-4 për afërsisht që ka qesin. Kjo është ndaluar për shkak se nuk dihet sasia. Mundet me lind konflikti pastaj. Para ta por më ka ndaluar pejgamberi alayhis salam. Hadithi është mursal, edhe është hadith sahih Imam Muslimit. Sipas dietarëve të hadithit është hadithi dopt. Po se tash mursal. Po tash bjem të loshe me parimet e tyne. Ajo është që hadithi mursal i dopt, po që është në sajit Imam Muslimit edhe është hadithi dopt. Normalisht, për mos me lodhë shikusit, që ka arsye që i kanë përmen ato, sepse Imam Muslimi
kur përmend se metodologjia e Imam Muslimit është hadithet që flasin rreth një tematike i përmend të plota, jo të shkputura edhe të premë si vepron Buhariu dhe Nisaiu për shembull. Po përmend hadithin e plot. Hadithin e plot. Edhe përmend rrugët e njëjtit hadith nëse është përmend nëpërmes rrugëve të tjera dhe përmend që është shumë me rëndësi dallimet dhe divergjencat në fjalët e hadithit, në metrin të hadithit nëse ekzistojnë. Po metodologjia sipas dietarëve të hadithit është e Imam Muslimit se hadithin nëse ka më shumë se një rrugë transmetimit të hadithit ose i njëjtja përmbajtje është transmetuar pe më shumë se një sahabiu, më së pari hadithin bazë është hadithi i parë, ose hadithet e para në 3-4. E hadithet e më vonshme, 3, 4, 5, varësisht sa gjon në rreth njëjtës tematik ose rrugë të njëjtit hadith, nëse është hadithi me më shumë se një rrugë, janë rrugë që gjoja se Imam Muslimi nuk i aplikon ata shpërsinë e kritereve që ka të hadithet bazike të çdo kapitulli. Pse kur themi të çdo kapitulli, përsëri se kemi me vend të Imam Muslimit, sepse kapitujt dhe nën kapitujt që i gjojmë Sahihit Imam Muslimit janë punë e Imam Muslimit. Do të kur e marrim Sahihin e Imam Muslimit dhe gjojmë për shembull Kitabu Sala, kapitulli i madh i namazit, e tani të avdesi këto ose Kitabu Taharës ose Kitabu Iman, kapitulli rreth besimit ose mbi besimin, ato nuk i ka venduar Imam Muslimi, ato i ka bo, ai ka qenë Imam Nawawi, shpjeguesi Imam Muslimit. Para ta shumica e kapitujve përkojnë me medhebin Shafi e me medhebin, se emrin ja kanë gjetur Imam Nawawi sepse është pe Shafi, pe Shafive. Po sido që të jetë, ky hadith është pe haditheve mursal dhe nuk është veç ky, ka disa prej dietarëve thonë 10 të tilla në Sahih në Imam Muslimit, po sido që të jetë hadithe ka shumë më pak se në Buhari. Se në Buhari ka muallaqatet e Buhariut janë njohura dhe ato janë ndoshta te 150 që dikun ose më 100 janë sigurisht. Kështu që praktikisht kemi të bëjmë me numër të haditheve që kanë shkputje në rrugë transmetimit shumë më shumë se te Imam Muslimi. Pse i ka përdor ato Imam Buhariu nuk është koha sot që të merrem me të. Po ky hadith është pe haditheve që ka përdor praktikisht ka transmetuar Imam Muslimi. Pe këtyre është hadithi mursali e Abi Davudit e përmendur porën Marasil. Normalisht është botimi i fundit. Kitabul Marasil i Abi Davudit është bot tahqiq edhe janë verifikuar tekstet dhe hadithet prej hoqës tonë nderuar Shuaib Arnautit, që është botim shumë i mirë i risalës, që po e përmend porë, është një volum, janë 544 hadithe. Unte është hadithi ku Imam Abu Davudi për mos me zgjat rrugën e transmetimit, me përmend rrugën e transmetimit të plot deri te Anil Hasan. Deri te Hasan al-Basriu. Hasan al-Basriu than porë është prej dietarëve të mëdhej të Basrës. Dhe është njëri prej dietarëve tabiinëve të mëdhej që nifet si transmetues në Irsal. Që njëri prej ata që gati kur nuk i përmend sahabët. Përmend ka pejgamberi alayhis salam drejta mërshëjo. Sane dhe po hadithi konsiderohet mursal dhe bile ka prej dietarëve të hadithit që hadithet mursal të tina i konsiderojnë ka herë vjet të fjalë që i përdorin kur e dim për kanë kim fjalën. Disa prej muhadithinëve që merren me vlerësimin e transmetuesve kanë herë kanë gjuhën nazit kot, so që me të vërtet është shumë rëndë, ka nevojë pak më shkurtuar. Ka Imam Dhahabiu për Uqailiun të shpesh hartet. Se Uqaili është pak edhe kuptimi i fjalës si mendje vogël. Aql Uqaili. Sa ne shpesh e thet ku i kie me ato mendje vogël, ose edhe nëse këtë transmetues e hikum, thom s'është i pranueshëm sa më gjithpret me i thon plot pe transmetuesve po mikrosit dhe me konsideruar transmetues që nuk pranohen. Do të shumë rigorozën edhe shumë jashtëm fjalor njëri po shumë i çfarë dietarë dietet hadithin që është. E për Hasan al-Basriu, pse po them kështu sepse Hasan al-Basriu është veçuar prej tabiinëve. Ka shumë specifika. Prej tyre është rrit në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. Se kur Hasan al-Basri na shkon mendja që në Basra ka jetuar sa ne. Po nona ti ka qenë shërtore e Selemes, gruas pejgamberit alayhis salam. Ajo ka edukuar. Dhe
shumica dërmuesve për jashtime të vogla që dietar që praktikisht ja vlen më marr me ta, mendojnë se është ma i vlefshmi pej tabiinëve. Ma i mirë pej tabiinëve, ma fetari pej tabiinëve. Ndoshta edhe dietari ma i madh prej tabiinëve, më thonë Murseli i Hasan al-Basriut po gjuhën shport se bashkët la jubali si han polla pejkuna përmen ose pejkuna transme se me kuna i sheku i vetuan tash edhe me i pos 100 transmetues të rajshëm edhe të papranueshëm para tina. Ajo është gjenerat e hershme. Ka mujt me marr hadithin pej sahabe ose pej tabiinëve. Më tash ajo që po flasim për 2-3 gjenerata që kanë kërkuar ose që kanë konsideruar pejgamberi alayhis salam si gjeneratat më të zgjedhura. Bile shumicën pej transmetimeve kur ka thonë gjenerata më mirë, gjenerata ime, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj yafshul kadhib. Pastaj prapë rana mashtrimi me njerëzra, mua aty tash për ata i shohim dietarët e mëdhenjit tonë janë ndërlidhur për hadithin edhe te Murseli, e ndërlidhin pranimin e hadithit Mursel me 3 gjeneratat e sahabët, tabiin dhe tabi. Tematika e hadithit që e përmenëm të Hasan al-Basriut, Ebu Davudi po transmeton me rrugë transmetimit të plot deri te Hasan al-Basriut, i cili është pej tabiinëve të mëdhej, i cili po ka thonë pejgamberi alayhis salam, idha salla ahadukum lil qawmi falyuqaddir as-salata bi adhafihim. Është njëri prej haditheve tematika e cilit është imami, kur del imam, më pas kujdes, do të zgjatjen e namazit do të ketë kriter ma të doptin që e ka në xhamat. Qysh ma i dopti, do të dikush është i smut, dikush është plak, i shtyrë në mosh, dikush ku për herë të parë kemi nevojtari, ai që e ka shpinë larg prej xhamisë, janë elementet shtesë, sepse baza e këtij hadithi është përmend praktikisht edhe në Buhari dhe Muslim, po elementet që i kemi në këtë hadith nuk janë atjeve që smuti edhe i plaku. Ndërsa këtu shtohen edhe elementet të tjera, që ata që refuzojnë hadithin Mursel praktikisht që është dashur me pasur në konsiderat elementet tjera që janë përmend në këtë hadith. Në hadithet që është pej haditheve Mursel të irsali është Hasan al-Basriu, tabiu i njohur pej tabiinëve të mëdhej dhe njëri prej dietarëve më të mëdhenj gjitha kohërave dhe ndoshta muslimani më i mirë i gjeneratës së dytë, wallahu alam. Allahu alam. E tek llojet profesor e hadithit mursal në kategori? Sa të mbetëm hadithi mursal, ku janë fjalët e kategoritë e hadithit mursal, mas pori librat që ose tema tash çdo libër që është marrë me këtë çështje mundohen me ndo hadithin mursal, murseli i sahabiut, murseli i tabiut dhe murseli të 3 gjeneratat e hershme dhe murselin të gjitha kohërat. Me sqaru pak, kur muhadithi në libër të hadithit të shkruara që në të gjeneratat e arta, që pa thonë për libra që janë shkruar tash, se këto s'kanë rrugë transmetimi asnjë, e përmend rrugën e transmetimit deri te sahabiu. Po sahabiu e dim që nuk e ka transmetuar hadithin pe pejgamberi. Kjo është pak ka nevojë për një sqarim. Sahabët ai kanë transmetuar çdo hadith pe pejgamberi apo jo? E vërtet është se jo. Për shembull, transmetimi që është transmetuar prej Bara ibn Azib. Bara ibn Azib është njëri prej sahabëve të shquar. Që thotë lejse kulluna sami'na hadith Rasul sallam. Kanat lana daj'atun wa ashghalun. Po jo çdo njëri prej nesh kanë dëgjuar këtë hadith të pejgamberit, sepse edhe secili prej nesh ka pas punë me cilat është marr. Wa kana an-nasu la yakunu yakthibuna yawmaidhin fayuhaddithu ash-shahidu al-ghaiba. Po kohën për qëllim vëllazëm, gjenerata e parë, namen pejgamberi s'kan rajt. Por ata unë do të them se e kem po në statim kallën e kum ndje pejgamberin kështu, por ata edhe është transmetuar pejgamberit që
me njënin prej ensarve kanë bën me ndrim kanë shku. Ka punuar ky sot e ka kry punën e vetë edhe tina, dhe ka dërguar Omeri ato që më ndëgjuan për pejgamberin gjatë gjithë ditës, mbrëmje më ia tregu që ka thonë, dhe të nesërmen ky u shku e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka kry punën e tina edhe të Omerit dhe në fund ditës ja ka treguar atë që kanë dëgjuar për pejgamberin se interesimi për me marr hadithin e pejgamberit alayhis salam. Kjo është transmetuar gjithashtu prej Enesit radiallahu ta'ala anhu, Enesi i cili kur shku pejgamberi sallallahu në Medinë, nona e ka thënë me emrin shërbëj pejgamberit alayhis salam, do 5 ditë të para në Medinë që ka ndohur kur pejgamberit alayhis salam. Edhe ai pranon që na leysa kullu ma nuhaddithukum an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jo çdo gjë që po e flasëm në emrin të pejgamberit e kemi dëgjuar prej tina. Lakin haddathana ashabuna wa nahnu qaumun la yakthibu ba'duna ba'dan. Na kemi dëgjuar prej shokëve të tjerë pejgamberit alayhis salam dhe ato ditë nas s'ka pas kërkush me gënjye ose me rrethën hak njëri tjetër se ka unë pejgamberi pa thonë pejgamberi alayhis salam. Kështu që i kanë dëgjuar njëri prej tjetrit hadithin. Kjo është me shembull shumë, për shembull hadithi nështë i treti, në Sahih Buhariut, flet për fillimin e vahjit. Hadithi Aishës radiallahu ta'ala anha. Aisha flet për fillimin që i ka ardhur vahi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka gjallë hiç. Po nuk e ka kallëduar pikun e ka? Pikun e ka marrë. Ebu Hurajra flet për raste që kanë ndodhur në Mekë. Ebu Hurajra ka pranuar Islamin krejt në fund 3 vitet e fundit. Abdullah ibn Abbasi edhe Abdullah ibn Zubairi është hala më i vogël. Abdullah ibn Abbasi në rastin më të mirë i kanë dëgjuar ose ato që e transmeton pe haditheve 50 i kanë dëgjuar pe pejgamberit. Ndërsa është pe transmetuesve më të mëdha haditheve. Që do thotë krejt shumicën tjetër që janë më mira i kanë dëgjuar prej sahabëve të tjerë. Për ata e kanë përmend dietarët dhe kanë thonë çka është po si argument. Çka është një element shumë interesant që shkon mend në fillim, ajo është a ka raste kur sahabët kanë transmetuar hadith pej tabiinëve. Gjenerata e parë ka transmetuar pej gjeneratës së dytë hadithin se ka thonë pejgamberi alayhis salam. Do të hadithin sahabiu nuk e kanë dëgjuar prej pejgamberit alayhis salam. As për shokë? Po, as për shokë. Tu ndajt me njërin prej gjeneratës së dytë, se Hasan al-Basri në Ibrahim an-Nakhai në Sayyid ibn Musayyib ibn Sana ndëgjon hadithin. Edhe tash hadithi kur vjen më vonë transmeton filoni prej filon sahabiut, prej tabiut, po sahabiu nuk e përmend tabiun. Po ka thënë pejgamberi alayhis salam. Nësa kemë raste kur bekuna e ke morë, ka kallëduar bekuna. Edhe është e natyrshme, me logjikë që ka mujt me ndodhë edhe ajo. Po, jo ka ndodhë, po ka libra shkruara, sikur për mbarë nuk kemë vetë një rast. Ka libra të shkruara, ka të një çdo kapitull të shkencave të librat që merren me mustalah al-hadith ose shkencë të hadithit, kemi atje transmetimi të mëdhëve prej të vegjëlve. Tani që aty në kapitull zakonisht trajtohet. Mirpo ka për dietarë që kanë shkruar libër, se Ibn Hajeri është veçuar me libër, ka përmend këtë rastet kur sahabiu transmeton prej tabiinëve. Do të praktikisht kemi pak raste më shumë, nuk kanë ku me ditë sa shumë, po praktikisht janë marrë dhe tematikë edhe me cilën janë marrë dietarët. Po tash përderisa për ata ka thonë Imam al-Asfarajini, njëri prej dietarëve me dhëbet Shafimat mëve, kanë thonë edhe murseli i sahabiut nuk pranohet. Pse dietarët kanë thonë murseli i tabiut i sahabiut pranohet. Kjo është mendimi që më bisondan edhe çashtu është. Po përderisa ka mundësi sahabiu me transmetu për gjeneratës së dytë, ai gjeneratës së dytë mos me koni pranueshëm, se ata janë krejt të pranueshëm të dietarët. Prej këtu, na kemi Abu Hurajra ka transmetuar bi Kabul Ahbarit, jo pak hadithe. Krejt ato shumë se israeliatët, po lavrat në për qitapet të sidomos tefsirit, kanë hikë në përmes Kabul Ahbarit, dhe libra të hadithit shumë fatkeqësisht. Mirë po, është shoqëruar shumë bete. Abu Hurajra ka transmetime prej Kabul Ahbarit, po shpeshherë kur dalë
Imam Buhariu përmend hadithin për sa ditë ka krijuar Zoti tokën e qetë, Tarihul Kebir thotë është Pikabul Ahbarit të transmeton. Kjo është gabim, s'është hadith. E Buhariu ka marrë Pikabul Ahbarit dhe ju ka vështill. E ka dhënë emrin hadith se për dyshë sa s'është hadith, nuk është hadith. Ka transmetuar Buhariu pikuj pe atij që është pe tabiin se Kabul Ahbari nuk është pe sa. Sa është personalitet i çuditshëm, se ky dalë sahabi është sahabi se ky ka mri pejgamberin alayhis salam, po gjatë periudhës sa u kon pejgamberi zot se ka pranuar për pejgamber. Ose po musliman më vonë. Për ata është konsideruar me rregullat të muhadithinëve është konsideruar pe tabiinëve. Sepse definicioni i muhadithinëve për sahabiun është ai që ka lind, ka po pejgamberin alayhis salam, e ka besuar atë dhe ka vdekur si musliman. E tash kjo ka nejt, ka po pejgamberin selam, kun gjallë jetës pejgamberit selam, po s'kon musliman derisa ka vdekur pejgamberi, alesëm për ata kanë konsideruar pe tabiin. Mendoj që ja kanë ulli grad. Ja kanë ulli grad, u kon mirë më ul këtë gradat sepse veç sharr në kabose nuk kanë. Po, tash kur po flasim për personalitet caktuar, shumica e transmetimeve që i ka pru do praktikisht me ato pak që kanë pak dobi, ja mund, kështu që nuk veç dom na ka bu se nuk na ka bu. Nuk na po, inshallah Zoti di më së miri, po mendojmë që ashtu është. Dhe normalisht kjo është po them kategoria e parë, kur hadithi mursal ose murseli sahabiut, kur sahabiu se përmend atë sahabiun tjetër, shokun tjetër pejgamberit që ka transmetuar prej tina hadithin. Kjo është kon trend ta, nuk s'ka dyshim, nuk dyshohet rreth kësaj çështje. Për ata muhabetin do të mu pranua si tillë, po përderisa sahabët janë gjithë besueshëm, sidomos te dietarët e hadithit, sa atëherë pranohet murseli i sahabiut është pranuar, thoshte gati s'ka për jashtime të vogla siç e përmendëm se frajinin pak më herët. Musnedi ose murseli i tabiut tash kemi pak telashe. Shumica e dietarëve të hadithit mendojnë se është hadith i dopt. Nështë ka orë koha me... Dhe tash, po para se me i dhonë mendimet e dietarët, të shtim murselin si tërsi tani, të dhonë edhe kategorinë e tretë, edhe që dietarët, ka disa për i dietarët që mursel është kur transmetuesi e fshin rrugën e transmetimit mes tij dhe pejgamberit alayhis salam gjatë 3 gjeneratave të para. Se do të mos e puna veç sahabiu, sa veç gjenerata e 2 tabiu, po edhe tabiu, kur fshin rrugën e transmetimin edhe përmend ka drejt pejgamberi alayhis salam. Dhe ato që thamë porat e dietarët edhe shumica e fukahave do të çdo shkputje konsiderohet e tillë. Mendimet e dietarëve rreth pranimit të hadithit mursal. Kjo është hadithi mursal. Te dietarët e hadithit po nisëm pej më të ashpërës. Dietarët e hadithit thonë me pak përjashtime. Është hadithi i dopt, që do thotë i papranueshëm. Mirë, hadithi dopt dhe i papranueshëm të muhadithinët, unë mendoj që nuk është konë mirë në këtë formë këtë me thonë. Për arsye se përmenu se thotë Imam Ibn Jarir at-Tabariu rahimahullahu ta'ala, i cili është për mujtahidëve, për dietarë më të mëdhenj të kohës së tij, dhe në fushën e tefsirit është baba i shkencës së tefsirit. Hadithi mursal është pranuar gjatë shekullit të parë dhe të dytë derisa Imam Shafiu dhe ka i parë që e ka nisë mos pranimin dhe kurzimin e hadithit mursal. Dhe kanë pasua Imam Ahmedi si mbastina dhe muhaddithinët. Njëjtët fjalë për afërsisht i thotë Ebu Davudi në letrën e tina që ja u ka drejtuar banorët të Mekës. Tash kjo letër e Ebu Davudit, që është autori i Sunenit, është e botuar dhe praktikisht ka mundësi çdo njeri me pa me lexuar. Te ju drejtohet më u përshkrua banorëve të Mekës Sunenin, metodologjinë që ka përdorur në Sunen dhe çfarë janë kategoritë e hadithave që ka përdorur te. Dhe e trajton në veçantë hadithin mursal. Dhe kallzon që hadithi mursal te deri gati në krye të shekullit të dytë është kanë i pranuar.
Kjo jep me kuptuar që shumica e dietarëve, edhe muhadithinëve, edhe të tjerëve, gjatë shekullit të parë, gjenerata e parë dhe e dyta e kanë pranuar hadithin mursal. Hadithin mursal. Vonë praktikisht i kemi divergjenca të me dietarët pe Imam Shafiut e Matutija kur në një farë mënyrë tani dele logjikshme mos pranimi i hadithit mursal për arsye se transmetuesi do të më përmend sepse është për hop gënjeshtra dhe jo e vërteta. Mirë, po sido që të jetë me këtë deshta me thonë që qështet Muhammed Awamja Allah e më rujtë se është halo gjallë, është pejtjetare matë maj të kësaj kohë që e këmë përmenë disa herë, kur e trajton këtë qashtje që e ka një liber vetëm për hadithin mursal, që është për libra matë mira që është shkrue ndaj herë, edhe për i vjetërve, edhe për i tri, edhe për i trive. Kur flet për këtë qashtje, thot Ibn Abdul Barri, sikur nuk e ka parapëlqyer përgjithësimin që ka përmend Ibn Gjeriri. Që në 2 shekujt e parë është pranuar murseli se s'është diskutuar. Thot, po ajo që përmenen filoni dhe falloni e kanë kundërshtuar, e që janë të shekullit të parë kemi të bëjmë me individ. Ndërsa Ibn Gjeriri ka fol përgjithësi gjendja që ka qenë dietarëve. Për ata nuk refuzohet mendimin e imamit dhe vlerësimi i imamit të madh si Ibn Gjeriri, i cili është i kësaj kohe dhe shkon dietari pe matmajve nëse është më i madh i kohës tina. Për ata kjo është parafërsisht kështu. Prej këtu do shekulli i 3 tek nera kanë filluar muhadithin me të madhe me marrë qëndrimin që e kanë edhe sot dhe qëndrimi është se hadithi mursal është i papranueshëm dhe kjo është e shumica e dietarëve të hadithit, po gjithë ka pas përjashtime, se Khatib el-Baghdadi është prej dietarëve të mëdhenj të hadithit. Mirpo, hadithi është i pranueshëm dhe e përkrah mendimin që hadithi mursal është çdo shkputje, jo vetëm shkputja në fillim. Është interesante. Mendimi i dytë rreth hadithit mursal është pranimi i murselit, pranimi i hadithit mursal dhe të vepruarit sipas hadithit mursal. Dhe kjo është mendimi i Hanefive, mendimi i Malikive dhe mendimi i zgjedhur i Imam Ahmedit dhe shumicës së pasuesve të tij pe dietarëve të fikut. Se pasuesët e Imam Ahmedit ka muhadithin dhe ka fuqaha. Dhe shumica prej tyre do të pranojnë që bazike në mëdhëbin e Imam Ahmedit është se hadithi mursal pranohet si hadithi hadithi pranueshëm, jo hadithi i dopt. Këto praktikisht munduhet tani muhadithin prej tina pe mëdhëbit që me pru shembuj sa në ku doket që Imam Ahmedi ka refuzuar hadithin mursal dhe më janë vesh që kur Imam Ahmedi ka thonë hadithi mursal është i pranueshëm, fjalën e ka pasur për hadith mursal i cili ka edhe elemente të tjera ndihmëse dhe kur është se përndryshe trajton si hadith të dopt se ka refuzuar këtë hadith dhe këtë hadith. Po na mujë thon po atë hadith e ka refuzuar jo pse u kon mursal, po pse ka pasur edhe defekte të tjera ndihmëse. Kështu që sido që të jetë krejt librat e Hanbelive që kanë shkruar në usul fiqh që njohuna praktikisht kam përmend se mendimi i zgjedhur dhe shumica dërmuese dhe rivajeti i njohur pe Imam Ahmedit janë se hadithi mursal është i njohur. Unë më përmend pe dietarëve që më kthyr libra tyre dhe i kum po. Pe tyne pe vjetërve është Kalvedhani, është njëri pe dietarëve tash po pe pionierëve pe nxënësve të Imam Ahmedit. Ibn Aqili është pe dietarë më të mëdhëbit, pe ulemave të vjetër por Hanbelijitor. Ibn Jauzi, pe tyne Ibn Qudamja, që për cilën thot Ibn Taymija nuk ka hyrë në Sham afqahu min Ibn Qudama ba'da al-Awza'i. Awza'i është i pari, Ibn Qudamja është i dyti. Po unë mendoj që në fik të Hanbelive Ibn Qudamja është një dhe mos më paskon Ibn Qudamja s'kish me thep të Hanbelive sot. Po, praktikisht e përkrah mendimin në librin e tij Usul fiqh të Rawda që mendimi i shumicës Hanbelive dhe mendimi i zgjedhur i dëshmuar dhe i njohur i Muhamedit është se hadithi mursal pranohet. Mastie kemi Ibn Najarin, pe dietarët më të mëvonshëm veç i cili ka shkruar librin e njohur është Sharh Kawkab al-Munir, pe librave të usulit fiqh pe më të mira në mëdhëb të Hanbelive, dhe Ibn Mibredi që është pe të vondëve dhe
tash Shenkitin praktikisht gjithë konsiderohet për hambelive se çashtu nuk i vetë që ka mbrojtë qëndrimet e tyre gjatë gjithë kohës dhe veprimtaria tina dëshmon për këtë çështje. Pra ata shumë që shumica me emna që janë të dietarët me thebit Hambeli përkrojnë mendimin se mendimi i zgjedhur te Hambelit është pranimi i hadithit mursal. Kështu që kemi dot pranimi te Hanefit, pranimi te Malikit dhe mendimi i zgjedhur te Hambelit. Jeti Imam Shafivi i cili ka është individualizuar, mendoj që s'ja vlen me, po e ka pranuar hadithin mursal, po i ka qenë disa kushte të cilat praktikisht kur plotësohen ato, nëse i studiojmë mirë, e humb qendrit esencialitetin e hadithit mursal. Sepse si thotë hadithi mursal pranohet nëse ka edhe një rrugë tjetër musnede, që është e rrugë e plot, po atëherë çka na duhet. Po sigurisht. Ose duhet me konë edhe me to me veprue me pas me thëb sahabëve. Ose duhet me konë edhe një mursal tjetër, po me rrugë tjetër. Ose nëse ato që e ka bu irsalin e pyesëm sa herë pyesëm na përmend atë që ka marrë hadithin prej tij dhe ajo është i besueshëm. Rasti praktikisht në kushte që gati sjet mursal mu hadithi. Nëse i ka ato, mu praktikisht mund trajtohet Hasan al-Ghairi me terminologjinë e trejave. Kështu që kjo është gjendja parafarsisht, do të shumica e pranojnë hadithin mursal dhe pakica, po që janë bërë shumë zëshëm tash, e konsiderojnë hadith të dobët dhe si i tillë pa pranueshëm dhe shumë çështje që ndërlidhen me këtë çështje do të mundohem me i trajtojnë javën e ardhshme në misionet e ardhshme inshallah. Hamdje shumë profesor Zoti Çobleft. E ju shikues të nderuar që jeni me ne deri në këto çaste. Ju përshëndesim dhe ju njoftojmë që këto emisione gjitha janë të incizuara dhe të faktikisht të transmetuara në rrjetet sociale, gjitha këto në emrin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Deri në emisionin e radhës, ju përshëndesim me selam dhe mirupafshim, miru takofshim në emisionin e radhës.